أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Na e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të ta bëjë të njohur ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në të zbresin melekët dhe shpirti Xhibrili me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo është paqë deri në agim të mëngjesit. Shumë të dashur besimtar musliman dhe mbar ata që fetarisht dhe në aspektin kulturor, tradicionalisht e përjetojnë këtë muaj të bekuar të Ramazanit Sharifit. Inshallah, Allahu i madhëruar na i pranon ibadetet që i kemi bë gjatë këtij muaji dhe ja na afron këtë natë shumë të vlefshme, natën e Kadrit, e vlefshme për shkak se përcakton fjala e Zotit si një natë shumë të rëndësishme, jo vetëm në kalendarin teknik të matjes së muajve, ditëve, viteve, por edhe në kalendarin metafizik, në kalendarin shpirtëror, ku Allahu Xhaleshanuhu e matën ngritjen e shpirtit njerëzor drejt origjinës së vete. Unë ligjëratën e sonte e kam titulluar Nata e Kadrit si heshtje e lexueshme. Nata e Kadrit e përjetuar në heshtjen e kozmosit dhe e shpallur në lehtësinë e shpirtit të mësuesit të fundit, pejgamberit alayhis salam, nuk është një ngjarje kalendarike ose një simbol i zbrazët fetar. Shpesh herë në ngjarjet kalendarike u azbrazim brendin dhe ata e humbin realitetin e tyre, duke i shndëruar në simbole, u humbim realitetin. Simbolet janë vetëm se reflektime të realitetit. Nata e Kadrit është një realitet i madh, simbolika është e ndërtuar mbi këtë realitet. Të gjithë ata që nuk e kuptojnë realitetin e natës së Kadrit, nuk e përjetojnë realitetin, ata vetëm se mund të ngelin në baltën e simbolikës. Ajo është një port ontologjike, bën fjalë për qenien, për afërsinë me qenien, me atë që ekziston realisht, një çarje në pëlhurën e dukshme të kohës dhe hapësirës, përmes së cilës thelbi i pafund i realitetit absolut depërton në mundësinë e kufizuar të ekzistencës sonë. Domethënë Allahu Xhaleshanuhu në një mënyrë depërton në zemrën e besimtarit, ashtu thot edhe pejgamberi alayhis salam. Ky moment nuk është një moment i thyerjes së ligjeve natyrore. Nuk e kuptojmë si aspekte fizike, si aspekte natyrore në natën e Kadrit. Por pikërisht zbërthimi i tyre më i thellë, se mbas çdo fizike ka një metadimension, një tej lëndësi. Ku ligji i shkakut dhe i pasojës tërhiqet në preher përpara pranisë së shkakut të shkaqeve, shkaku i ekzistencës, shkaku i çdo shkaku është Allahu Xhaleshanuhu. Dhe koha lineare, ai shkop i heshtur i vdekjes, përkëdhel dhe përmbahet në një pikë të vetme të plotësisë. Në këtë pikë e kaluara dhe ardhmja, e mundshmja dhe aktualiteti, frymëzimi hyjnor dhe marrja njerëzore, për shkak se nata e Kadrit paraqet një marrje të frymëzimit hyjnor nga ana e pejgamberit alayhis salam, bien në një unifikim kaq të përsosur, saqë ajo që mbetet në fund nuk është diçka e re, por vetë zbulesa e qenësisë së përjetshme e mbështjell në kohë për të zbuluar një fenomen absolut në një natë të vetme. Nga këtë vështrimi ontologjik i qenies, pra i shkencës së qenies, nata e Kadrit paraqet një revolucion përmbajtësor në strukturën e realitetit. Ajo nuk është një ndodhi brenda kohës, por një futje e kohës brenda një ngjarje të përjetshme. Për atë thot është më me vlerë se 1000 muaj. Ai
elfi, 1000 muajsh në gjuhën arabe, është një metaforë dhe një aluzion shumë i fortë që flet për tërsinë e kohës. Kur Kurani deklaron se është më e mirë se 1000 muaj, ai nuk ofron një llogaritje aritmetike. Shpeshherë ne hasim në llogaritje aritmetike që në këtë mënyrë kanë dëshirë të tregojnë vlerën e natës së Kadrit. Por shpalos një parim ontologjik themelor, cilësia mund të tejkaloj sasinë dhe intensiteti i pranisë mund të ndjesh një pafundësi brenda një çasti. Do të thënë një çasti vetëm ka mundësi ta tërheq në brendin e tij pafundësinë. Atëherë kur ne i nënshtrohemi dhe përjetojmë qenien hyjnore në personalitetin tonë, atëherë kjo pafundësi përjetohet në një çast të vetëm. Koha njerëzore me ritmin e saj të pakënaqur, të rrjedhjes, është një pasqyrim i dobët i një kohësie tjetër. Një kohësie thelbësore ku momenti është i plot dhe i mjaftueshëm në vetvete. Në këtë natë, kontinenti i fshehtë i dynjas, për shkak se edhe Platoni e thotë, kjo është një hije, ekzistencë reale ka vetëm Zoti, ideja për Zotin. Kontinenti i fshehtë i dynjas së përhershme depërton në arkipelagun tonë të kalueshëm. Zbritja e melekëve dhe e shpirtit, Xhebrailit, për çdo çështje, nuk është vetëm një vizitë turistike nga një sferë tjetër. Është një trashëgim i dukshëm i ndërlikimeve të së ardhmes, një shënjestrim i fijeve të fatit brenda peisazhit të lirisë njerëzore, një konstatim se urdhri i lartë i qenjes është ndërlidhur thellë dhe plotësisht me rrjedhën e poshtme të historisë. Pikërisht për këtë, çdo çështje e cila zbret në këtë natë në një mënyrë e lidh kohësinë tonë, dimenzionin e përkohshëm tonë dhe ne lidhemi për zinxhirin e ekzistencës reale, ekzistencës së pafundme. Prandaj ontologjia e kësaj nate është një ontologji e përqasjes, e depërtimit, e komunikimit të përhershëm midis burimit dhe manifestimit, midis hakikatit të vërtetës së lartë dhe halkit që do të thotë krijimit. Pikërisht për këtë pejgamberi alayhis salam thotë që nata e Kadrit duhet ta kaloni duke menduar dhe medituar në lidhje me çështjet e njerëzimit. Kjo çon në fushat e pabesueshme të gnoseologjisë dhe epistemologjisë, pra në studimin e natyrës, burimeve dhe kufive të njohjes. Nata e Kadrit paraqet një paradigmë krejtësisht të ndryshme të dijes nga ajo empirike që ne e mësojmë, racionale apo edhe intuitive në kuptimin e zakonshëm filozofik. Këtu dija nuk merret, por jepet, nuk ndërtohet ngadalë nga përpjekja njerëzore, por zbret si një mëshirë e papritur dhe plotësuese. Ilmi leduni, dija e dhënë drejt për drejt nga burimi hyjnor, manifestohet në formën e saj më të përsosur. Fjala e Perëndis del si e papërfshirë në gjuhën njerëzore, por e papërdëllitur në thelbin e saj hyjnor. Këtu subjekti dhe objekti i njohjes bien në një marrëdhënie të re. Njeriu është marrësi, jo gjetësi. Ai është tokë pjellore, jo eksplorues. Dhe ky akt marrjeje nuk është pasiv, por kërkon një gatishmëri ekstreme të shpirtit, një pastërti të zemrës dhe një hapje totale që mund të përshkruhet si një vdekje para vdekjes. Epistemologjia e natës së Kadrit është një epistemologji e zbulesës, vahjit, e ndryshme nga logjika e Aristotelit, indukcioni i Baconit ose fenomenologjia e Husserlit. Ajo bazohet në premisën se dielli i vetëdijes absolute nuk mund të kapet plotësisht nga kandilat e kufizuar të arsyes njerëzore, por ai mund të dërgoj një rreze të vetëdijshme, një fjalë si çelës që të kuptohet ku arsyeja vetëm mund të depërtojë. Prandaj Kurani si tekst i zbritur në atë natë bëhet dëshmi e pandërprerë e kësaj mënyre të njohjes. Ai është epistemologji e ngjeshur në letër dhe shkronjë, një kalim i vazhdueshëm midis dijes së dhënë dhe arsyes njerëzore që kërkon ta kuptojë atë. Thellësia filozofike e kësaj nate shtrihet edhe më tej, duke prekur çështjet më thelbësore të qëllimit ekzistencial, lirisë dhe fatit, natë e paqes dhe shpëtimit,
Ajo është një demonstrat e qetë se në thelb realiteti nuk është kaotik apo indiferent. Ajo është i urdhëruar nga një inteligjencë dhe një shmëri plot mëshirëse, e cila edhe pse e padukshme, komunikon në mënyra të dukshme. Zbritja e melekve me çdo çështje tregon një përgjegjësi kozmike, një përkujdesje hyjnore që përfshin edhe detajet më të vogla. Kjo nuk është duk lirin njerëzore, por e vendos atë brenda një kornize kuptimplote. Fati shkruhet, por shkruhet duke marrë parasysh zgjedhjet. Filozofikisht nata e kadrit balancon në mënyrë elegante midis determinizmin dhe lirisë, midis urdhërit hyjnor dhe përgjegjësisë njerëzore. Ajo është një kujtesë vjetore, e ngjitur në trupin e kohës, se ekzistenca njerëzore nuk është një rastësi e errët në një univers të ftohtë, por është pjesë e një narracioni të madh, të dedikuar dhe të drejtuar nga dashuria dhe urtësia absolute. Agimi që e përfundon këtë natë nuk është fundi i një nate të shejtë, por simboli i një zbardhjeje, i një ndriçimi të brendshëm që mund të mbetet në zemër duke e transformuar 1000 muajin e zakonshëm në një pasqyrim të vazhdueshëm të atij çasti të përjetshëm. Në fund mund të thuhet se nata e kadrit është në një farë kuptimi qendra e padukshme e rrotullimit të botës. Ajo është një mikrokozmos i përjetshmërisë brenda makrokosmosit të kohës, një pikë e palëvizshme e Arkimedit, nga e cila mund të lëvizet e tërë struktura e ekzistencës shpirtërore. Thellësia e saj letrare dhe estetike nuk qëndron vetëm në bukurinë poetike të fjalëve të surës, por në mënyrën se si këto fjalë të thjeshta hapin panorama të pafundme mendimesh. Ato janë si një vrime gjelpërës në për të cilën shihet drita verbuese e diellit. Çdo fjali është një univers. Ne e zbritëm atë, këtu fshihet e gjithë dinamika e dhurimit hyjnor, në natën e kadrit, këtu fshihet misteri i kohës së zgjedhur, është më e mirë se 1000 muaj, këtu fshihet parimi i cilësisë kundrejt sasisë. Melekët dhe shpirti zbresin, këtu fshihet drama e kozmosit në komunikim. Ajo është shpëtim e paqe, këtu fshihet qëllimi përfundimtar i gjithë ekzistencës. Kështu, nata e kadrit nuk kërkon vetëm adhurim, por kërkon reflektim të thellë filozofik. Ajo fton mendimin njerëzor të largohet nga sipërfaqja dhe të zhytet në oqeanet e thella të realitetit, ku gjithçka, edhe vetë koha, lind dhe kthehet në një natë të vetme, të qetë dhe plotësisht të gjallë. Dhe është Zoti që kjo natë të jetë reflektim edhe për neve dhe të na mundsoj që të pastrohemi dhe ashtu si kemi ardhur në këtë botë nga origjina hyjnore, të kthehemi, të bëhemi raxhiun me pastërtinë e plotë të shpirtit tonë. Shumë faleminderit.